Në kuadër të përpjekjeve për përmirësimin e aksesit të qytetarëve dhe subjekteve në shërbime publike, platforma shtetërore e-Albania ka regjistruar një rritje të konsiderueshme të përdorimit të shërbimit elektronik për vërtetimin e pagesës së detyrimeve financiare. Ky dokument, i cili gjenerohet në mënyrë automatike dhe ka vlefshmëri ligjore, u shërben individëve dhe subjekteve juridike për të aplikuar për licenca, tendera apo procedura të tjera administrative, duke eliminuar nevojën për t'u paraqitur fizikisht nëpër sportele dhe duke reduktuar ndjeshëm kohën e përpunimit të aplikimeve. Që nga viti 2017 janë realizuar afro 580.000 aplikime. Vetëm gjatë periudhës janar-gusht 2025 janë kryer 189.290 aplikime, një tregues i qartë i shkallës së lartë të adoptimit të shërbimeve online nga qytetarët dhe bizneset shqiptare. Ndërsa për gjatë periudhës janar-gusht 2024 janë kryer 182.411 aplikime. Platforma e-Albania mbetet një mjet i rëndësishëm në modernizimin e shërbimeve publike, duke kontribuar në transparencë, efikasitet dhe uljen e burokracive. Gjithashtu mbetet një platformë që vazhdon të përmirësojë cilësinë dhe qasjen e administratës publike në funksion të qytetarit. Çdo individ mjafton të ketë një llogari aktive në e-Albania dhe brenda pak minutash dokumenti elektronik vjen direkt në profilin e tyre personal me vlefshmëri të plotë ligjore.